Njëri nga shokët e Muhamedit alayhis salam në shtratin e vdekjes i tha 3 fjali, të cilat të pranishmit rreth tij nuk i kuptuan. Ai tha: sikur të ishte e re. Pastaj kthehej nga agonia e vdekjes dhe thoshte: sikur të ishte më larg. Prap kthehet nga agonia e vdekjes dhe thot: sikur të ishte e plot. Më pas i kaloi shpirti i tij tek Allahu xhalla xjalaluhu wa xhalla sha'nuhu. Të pranishmit natyrisht shkuan tek Muhamedi alayhis salam dhe e pyetën atë për ato fjalë, të cilat nuk i kuptuan dot. Ndërsa Muhamedi alayhis salam ju tha: ai njeri një ditë duke ecur rrugës në trupin e tij kishte rroba të vjetruara. Kur pranë tij sheh një të varfër duke u dridhur nga të ftoftit, atëherë ai e zhveshi pallton e tij dhe i ia dha atij të varfëri. Në agoninë e vdekjes ai e pa një pallat të madh në xhennet. Atij i thanë melajket: "Ky është pallati yt." Ndërsa ai pyeti: "Me çfarë pune e kam fituar atë pallat?" Melekët i thanë: "Se me pallton të cilën ja dhe atij të varfëri atë ditë." Atëherë ai tha se ajo ishte shumë e vjetër dhe si do të ishte puna sikur të ishte e re. Në ato momente tha: sikur të ishte e re. Pastaj ky njeri një ditë tjetër, duke shkuar për në xhami, ka lënë pranë një njeriu me të meta fizike, i ulur në qoshe të rrugës, i cili dëshironte të shkonte për në xhami. Atëherë ai e mori dhe e barti atë deri në xhami. Në agoninë e vdekjes, ai sërish pa një pallat tjetër, ndërsa melajket i thanë: "Ky është pallati yt." E ai i pyeti se me çfarë pune e kam fituar këtë. Ndërsa melajket i thanë: "Atë ditë kur ti barte atë njeriu deri në xhami." Ai tha: "Mirë, po xhamia ka qenë shumë afër. Çfarë do të bëhej sikur të ishte më larg?" Dhe tha: sikur të ishte më larg." Ky njeri, duke ecur një ditë në rrugë, e me vete kishte një cop bukë. Kaloi pranë një të urituri dhe i dha një pjesë prej bukës së tij. Ai në agoninë e vdekjes pa një pallat tjetër të madh. Melajket i thanë atij se ky është pallati yt. Ai pyeti: "Po me çfarë pune e kam fituar këtë?" Ndërsa melajket i thanë se me bukën të cilën i ia dhe atij të urituri atë ditë. Ai me çudi i tha se ajo ishte një pjesë e vogël e bukës dhe jo e plot. Dhe çfarë do të bëhej sikur të ishte e plot? Sikur të ishte e plot. Dëgjuat emisionin Tregime të Zgjedhura. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radio produksionin Zëri i Shtimës.